Faleminderit, zoti kryeministër. Të nderuar të pranishëm, epopeja e UÇK-s është e lidhur pandashëm me sakrificën sublime të familjes Jashari në Prekaz, një sakrificë që u shndrua në simbol të qëndresës dhe të lirisë së Kosovës. Me nderim të veçantë, ftoj të marrë fjalën zonjën Zahide Jashari në emër të familjes Jashari. Zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës të Kosovës, të nderuar familjarë të dëshmorëve, të respektuar të pranishëm, të dashur bashkëmbas kudo që jeni, i dashur babësh. Sot jemi mbledhur në këtë akademi përkujtimore me ndjenjë nderimi të thellë, me përulësi dhe me përgjegjësi të lartë historike. Në emër të brezit të ri të Jasharëve, shpreh mirënjohjen e sinqertë për gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat ndër vite janë përkujdesur për organizimin me dinjitet dhe ruajtjen e kujtesës së epopejës së UÇK-s, duke shndruar atë në një themel të vetdijes sonë kombëtare. Akademitë përkujtimore si kjo nuk janë vetëm momente rikthimi në histori. Ato janë çaste reflektimi, vetëdijësimi dhe zotimi. Për vjetorët e sakrificës për liri na mësojnë të kuptojmë dhe jo vetëm të kujtojmë se liria nuk jeton vetëm në ditën kur fitohet, por në mënyrën se si ruhet e forcohet çdo ditë me ndërgjegje, përgjegjësi dhe besim. Ne brezi i ri jemi dëshmitar gjallë të kësaj trashëgimie të shenjtë. Por rritemi çdo ditë në hijen e lavdisë dhe të sakrificës, të rrethuar nga dashuria dhe respekti i miliona vizitorëve që përulen me nderem para veprës së paraardhësve tonë. Këta vizitorë janë mbula e së vërtetës historike se sakrifica për atë dhe nuk humbet kur. Vendi është amanet dhe ky amanet nuk rëndon mbi supët e atyre që kërkojnë lavdi, por mbi ndërgjegjen e atyre që ndjejnë atë dheun si përgjegjësi dhe si mision. Ky përvjetor përkon me dy dota simbolike domethënëse.